23 maj përballë maturantët me provimin e parë të detyrueshëm asaj të gjuhës angleze. Sa i përket rrethit të Elbasanit, sistemimi i ambienteve ku do të zhvillohet provimi ka mbaruar dhe janë gati. Provimi ID3 do të zhvillohet në 19 qendra, të cilat janë përcaktuar nga Drejtoria e Arsimit Rajonal në Elbasan. Sipas rregullores, provimi i gjuhës angleze duhet të zhvillohet në shkollat ku aktualisht jepet kjo lëndë. Është bërë një lëvizje e maturantëve të cilët mbarojnë shkollën në zona, për shembull si Shmil dhe Labinot Mal. Këta maturantë do t'ju bashkohen atyre të shkollave në Labinot Fush, pasi gjatë korrigjimit të provimeve duhet të jenë 2 mësues të gjuhës angleze. Është hartuar edhe skema e cila do të përmbajë numrin e përfaqësuesve të caktuar nga DAR për të qenë prezent gjatë zhvillimit të provimeve të maturës shtetërore. Procesi i monitorimit të provimit të D3 do të jetë ndryshe nga ai i provimeve të tjera. Në provimin e gjuhës angleze do të jenë vetë shkollat që do të caktojnë mësuesit që do të monitorojnë provimin, ndërsa në provimet e tjera, si ai i letërsisë, matematikës dhe ato me zgjedhje, do të përcaktohen nga DAR.